e donte Shqipërinë krejt ndryshe nga që mendojnë sot tratarët e vendit të majtë dhe të djatë. Për 36 vjetë kemi të bëjmë me një klasë politike të dështuar totalisht, që do të thotë që nuk janë bashkë vetëm për ndërtime, por po tregojnë si në asnjë vend tjetër në botë që për çështje kombëtare opozita dhe pozita bashkohen. Edhe këta janë bashkuar, po jo për të ndërtuar Shqipërinë, po për të shkatruar atë. Pra sa e pafalshme, si për njërën dhe për tjetër, ka vetëm një zgjidhje. Populli nuk i bindet politikës të dy krave apo politikës të dështuar shqiptare. Të nderuar zonja dhe zotërin, do të flasim sot ne si Akademi Rënjetona pak për aktualitet, për këto gjëra që po ndodhin sot në Shqipëri, dhe kur Shqipëria çuditërisht është bërë qendër botërore diskutimesh zoti Guri. Në gjitha televizionet botërore apo del Shqipëria, domethënë pas ka një vëmendje tepër të madhe, tepër të shtuar për këtë Shqipërinë tonë, që duhet themi që është një vend magjik zoti Guri, një vend i jashtëzakonshëm. U mendoja fillimisht se vetëm unë kisha rënë dashuri me Vlorën, të themi, e me Shkodrën e me këto, po kur shikojmë gjithë ato tuaj zoti Pingulli, që vinë dhe thonë kam rënë dashuri dhe do blej shtëpi këtu e nuk do iki, atëherë themi që ka vërtet një vend magjik, një vend i jashtëzakonshëm. Dhe ne që na është dhënë rasti të bredhim botën, nuk e gjejmë në asnjë vend tjetër këtë Shqipëri, këtë pamje, këtë mal, këtë fushë, këtë det, këtë ushqim, dhe këtë dashuri dhe këtë mikpritje të jashtëzakonshme. Më tha vajza pardje, zoti Guri, babi, dëgjova në shkollë, tha, po shesin atë veriun e Vlorës që kemi qenë atje kemi qenë bashkë në Zvërnesë e kështu, dhe më sqarojnë çik si është ajo, kush është pronar kështu. Thashu, prit ke qenë babi se kush është pronar kështu nuk e di as unë, thashun, tamam. Janë disa gjëra për të shqyrthuar nga shteti, kush është pronar tamam, kush është me letra pronar i ligjshëm në shekuj, kush është me 7501, ndoshta duhet gjetur një formulë zoti Guri që shteti të bëj këto rregullime, do të thënë kush është pronar atyre, kush është pronar atyre, kush është pronar më vonë, duhet të gjej një formulë që të jenë të gjithë, do të thënë të kompensuar diku me këtë ligj, nuk e di janë detyrat e shtetit ato. Pavarësisht nga gjitha këto, në fundit, prona është e kombit. Prona është e kombit në përgjithësi. Po. Është e kombit. Patjetër që është e kombit. Në pronën tonë pagojmë për kombin. Pagojmë dhe taksa për këtë punë. Po, dhe duhet të pagojmë dhe i pagojmë me kënaqësi ato që na takojnë. Unë mendoj që ta nisim ne si akademi ku zoti Pingli të parashtrojë një platformë. Edhe të dy ne, edhe unë apo ju, që aq tepër që kam qenë dhe pjesëmarrës apo ndezës i fitilit, le të themi. Por do them se jemi në një mendje, por le të jetë për teleshikuesit një lloj diskutimi që në fundit ne mund ta shprehim edhe të adresuar mendimin tonë si akademi, se s'mund të rinë dot me patjetër, japim mendimin tonë të lirshëm, po pastaj do jetë programuar si mendim, do jetë programuar si mendim dhe e adresuar apo jo. Kështu do ta kuptojmë. Para se të japim fjalën zotit Pingulli, po them që më është dhënë rasti si, domethënë si i shtresës së mesme që jam, që disa herë të shkoj në rezorte të ndryshme, kështu. Disa herë edhe ju zoti Pingulli keni qenë në rezorte në Turqi, në rezorte në Itali, dhe kemi ndjerë një farë xhelozie, të themi të drejtë, që pse mos të ketë dhe Shqipëria të tillë atraksion që ka organizuar ajo Turqia atje me të gjitha, me rreth 50-60 euro në ditë, që ti ke të përfshirë avionin, vajtjeardhje, hotelin, ushqim pa fund, pije pa fund, shezllon, çadra, deti, pizhina, argëtim, të gjitha. E themi si është e mundur dhe pse mos të arrijë dhe shteti jonë në këtë lloj atraksioni që mund ishin mira persona, mira vet në një rezort të tillë.
Më thënë, kjo ishte thjesht një xhelozi që kemi ndjerë unë dhe ti, zoti, nuk e di, zoti Guri, ke qënë dhe ti ande, e kemi ndjerë të xhelozi, pse mos të jetë kjo. Po, njëkohësisht edhe vendi jon ka ca specifika, se nuk e ka ndoshta këtë shtrirje që ka Turqia edhe kështu, dhe ne duhet jemi tepër të kujdesshëm dhe me ligjin e shitblerjes së pronës dhe me ato që duhet të fitojë shteti jon nga këto koncesione që do bësh e zor, por shteti do marr kaq, populli do marr kaq, e të tjera me radhë. Zoti Pingulli, mendimi juaj. Ju faleminderit një herë. Unë sigurisht të gjitha këto biseda që do t'i parashtroj këtu, i kemi parashtruar mes njëri tjetrit, kemi marrë një lloj aprovimi, të cilët unë mendoj që e kemi detyrë morale, përveç të tjerave, që në këtë marrëdhënie kaq të vështirë historike që po kalojmë këto 30 vjet e fundit, me këto antidemokracirat edhe me këto ekstremizmat e partive, me fuqirat e mëdha të kryeministrave e kështu gjërash, megjithatë shohim një rini të derdhur dhe kërkon ca gjëra që ne, me thënë drejtën, s'kemi pas kurajo me i kërkuar. Dhe në mënyrë të pastër, duke në mënyrë naive të pastër dhe intuitive. ADN-ja e tyre qëndron brenda. Edhe rinia ka këtë gjë në raport me ne pak më të vjetrit, sepse ajo ka një kurajo i cila nga një herë dhe të pa kontrollueshme. Ne e kontrollojmë shumë kurajon. Gjë që pavarësisht nga të gjitha, unë duhet dalte te thelbi i problemit, sepse mendojmë që të gjitha të rinj ose gjithë këta njerëz që kanë vërshuar nuk e kanë hallin thjesht tek inati për të futur në burg dikë ose një ditë tjetër. Ose thjesht e zvërneci themi. Por e kanë hallin ose thjesht e zvërneci. Por e kanë hallin te kjo padrejtësi e përgjithshme e cila po ja ul vlerën kombit. Dhe ne besojmë që kemi disa elemente për të cilët ne duhet i orientojmë të rinjt tanë ose demonstruesit për një argumentim i çik më filozofik për problemet për cilat e pengojnë këtë komb që teci përpara. Për shembull, ne propozojmë që një lloj slogani, siç ka bërë Pashkovasa në atë kohë, Feja shqiptare dhe shqiptaria, ne pretendojmë që partia e shqiptarëve duhet të jetë shqiptaria. Edhe që ta realizojmë këtë element, që është një slogan i karakterit filozofik, ne së pari duhet ulim rolin e tepruar të partive, të cilën ndonë se janë organizma me interesat ngushta përballë, edhe përmbajnë një filozofi diktatoriale, e cila në këto 30 vjet demokraci ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm vetë kryeministri, i cili është bërë më i madh i mundshëm, i cili shuan frymën demokratike në parti, përgatit skalione ushtarësh të bindur, ku dhe pas fitimit të zgjedhjeve krijon premisat të udhëheqjes së shtetit me të njëjtin stil antidemokratik, me sistem piramidal me kokë poshtë. Për të shpëtuar nga kjo eksperiencë e keqe, siç e kanë kuptuar edhe demonstruesit, ne duhet të ulim interesin e rolit për partinë mbi popullore, duke i hequr të drejtën me kushtetut të zgjedhjes së kryetarit të partisë, të paktën kryeministër, për t'i hapur rrugën formës së zgjedhjes së kryeministrit brenda partisë sipas platformës më eficiente dhe progresive të drejtimit të shtetit. Gjithashtu, për të ruajtur balancat në mes kryeministrit dhe presidentit në kushtetut të dashur demonstrues, duhet kemi kujdes se duhet vendosur zgjedhjet të sistemit referendar, duke i hapur rrugën zgjedhjes së presidentit nga populli. Propozojmë krijimin e 2 dhomave, duke lënë në të njëjtin numër deputetësh, por brenda tyre të zgjidhet dhe dhoma e senatorëve, të cilat do të luajnë rolin e certifikimit të ligjeve kur ka një majorancë të madhe dhe të pakontrollueshme. Këta senatorë duhet të zgjidhen në mënyrë referendare sipas kritereve që ka bota mendoi se sistemi rumun presidencial është më i ekuilibruari.
Për forcimin e ndarjes së pushteteve, sistemi juridik nuk duhet mbështetet në organizma juridik siç janë SPAK-u e të tjerë, që të humbim legitimitetin e sovranit dhe pambarësuar këtë sektor jetik nga varësia e huaj. Mendojmë të krijojmë sektor klasik të shtetit si prokuroria dhe gjykata e lartë siç kanë qenë më përpara, duke ndjekur rrugë referendare sipas sektorëve juridik. Të drejtën referendare e kanë vetëm anëtarët e sektorit juridik me votim të fshehtë. Sektori juridik duhet të jetë në nomenklaturën e presidentit siç dhe shka qenë. Në kuadrin e etikës individuale dhe profesionale në shërbim të atdheut, propozojmë ngritjen e institutit gjithkombëtar me sektor gjithëpërfshirës në interes kombëtar siç janë ato juridik, financiar, teknik profesional, arbanologjik, arsimor e tjerë. Ky institut duhet të përbëhet me specialistët më të mirë dhe me eksperiencë të vendit, duke mos përjashtuar studiuesit e huaj me eksperiencë ndërkombëtare dhe origjinë shqiptare. Mendojmë se në krye të këtij instituti gjithëpërfshirës të jetë Akademia e Shkencave me kuadër të reduktuar dhe të zgjedhur në raport me shërbimet e kryer për vendin tonë. Akademia e reduktuar dhe e përzgjedhur duhet të zgjidhet me formën referendare sipas punonjësve të sektorëve shkencor që punojnë, e cila në të vërtetë do të ishte Senati shkencor i Institutit Mbarkombëtar. Ky institut, së bashku me Akademinë e Shkencave, duhet të kishin cilësinë e një parlamenti shkencor me vendimarrje të njohur ligjërisht nga kushtetuta. Personeli i këtyre institucioneve duhet të jetë i krahasueshëm në numër me deputetët legjislativ. Në këtë mënyrë do të kishim 2 parlamente, njëri ligjvënës dhe tjetri studimdhënës, të rakorduar me ligjet dhe kushtetutat si gjithë bota. Së treti, nuk duhet të merremi me slogane politike dhe partijake të zgjidhjes së problemeve duke i futur në burg drejtuesit e shtetit, pasi mënyra e shtrembur antidemokratike e vendit për një periudhë të gjatë gati 3 dekadash ka predispozuar veprime antiligjore që në një farë mënyre kemi të gjithë përgjegjësinë. Pra, duhet të kemi një paqe morale ku secili pavarësisht nga roli që ka në shoqëri të ndjejë përgjegjësinë. Dhe së fundi, të dashur demonstrues, propozojmë gjithashtu të zgjedhim njerëz të përshtatshëm në krye të këtij demonstrimi. Si nga morali dhe aktiviteti i kryer deri tani pa përjashtuar asnjë, vetëm me kushtin të shërbejë atdheut pavarësisht nga vendi ose partitë që ka shërbyer. Personalisht, pa u konsultuar shumë, unë do propozosha zotin Ditmir Bushati, i cili ishte nga Partia Socialiste dhe ka qenë një person shumë i ekuilibruar, zonjën Elisa Spiropali, e cila pavarësisht nga gjitha gjërat kemi një mendim pozitiv se mund të ndihmojë procesin. Jorita Tabaku, e cila pavarësisht se i përket grupit të PD-s ka qenë një ekuilibriste shumë e mirë në kuadrin moral edhe në kuadrin organizativ. Zotin Agron Shehaj, i cili është një biznesmen dhe një person i cili po kryen një aktivitet goxha të madh. Evis Ali Mehmeti, i cili është një mjek shumë pranë të zgjedhurit në bashki. Edhe Oerd Bylykbashi, i cili është një jurist jashtëzakonisht i mirë dhe shumë ekuilibruar. Ndër gazetarët unë do propozoja zotin Marim Mema, i cili është një aktivist goxha i mirë. Zotin Andi Bushati, i cili ka qenë gjithkohës aktivist i madh në diskutime, dhe zotin Armando Shkullaku, sipas mendimit tim. Sigurisht që çdo njeri ka mendimet e veta, unë dhash sa mendimet të cilat nuk përfaqësojnë domethënien e jashtëzakonshme, vetëm simpatit personale, po kjo s'do të thënë gjë, secili ka. Unë ju falenderoj për vëmendjen një herë. Dhe jemi gati që të mund t'ja japim zotit Buri. Patjetër. Zoti Buri, mendimi juaj. Mendimi im është që situata në Shqipëri nuk është se
unë bars edhe mali po odhi 1000, si që ekziston kjo shprehje urë popullore. Këtu mali ka pjell me mira dhe aq sa individ ka, apo shtresa caktuara ka, klasa, komunitete ka Shqipëria, aq ka të prekur nga një marrëdhënie e ashpër, nuk po të marrëdhënie rrugëqërie, sepse janë termat e emisionit tonë, a një marrëdhënie e ashpër të një ballavaqimi këto 36 vjet, ku Shqipëria si Europa në të njëshin, sot nuk është më as si Europa, pa as si vetvetja. Bile është më keq se sa vetvetja e saj. Çka qenë? Po, juve morë një shembull dhe thatë që pse mos kemi dhe ne risorte. Si atje, jam ndjerë xhelos. Kam qenë dhe në Turqi dhe në Itali. Po që për risorte, jo se kemi një lloj... Pse mos i kemi? Po, dakor. Fafa risorte është i tillë, si ato që pëthe. Po. Po në Fafa shkon gjo person. Gjo person dursak shkon para lokalit Fafës, brenda lokalit Fafës, po dojtë të flej atje, ndërkohë që është risort. Kam qenë njëherë, kam parë dhe... Edhe është shumë i mirë pritur. Pra, atje vend, si që vend Turqi, si Fafa ka me dhjeta, si e të tjera, ka dhe Shëngjini, ka dhe diku. Ndërsa, ajo që ngrihet banori sot, duke filluar, le të themi rrethanat sikur jemi në proces. Në proces risort thuan një rrethanat, pastaj edhe mbahet mendimi dhe vin ke emrat apo ke programe. Kemi një butrin ku nga kryeministi aktual në bashkëpunim të dy krahët në bashkëpunim bën në 2008 këta ndërhyjnë në kushtetutë edhe ne dinim vetëm që çka ka bërë në ligjin zgjedhor. Ne nuk dimi që kushtetuta është mbështetur nga një i plotfuqishëm jurist i shtetit grek, i cili është me të shkujtur, bardhëzi, që kufit e Shqipërisë tjetërsohen. E kejnë kushtetut, 2008. Pra, në qoftë se ti do futesh që e thot mirë, do t'i pikë që Ramanburg, Berishamburg, ato janë brenda kushtetutës. Si futon në burg ato. Janë brenda kushtetutës. A që i përjashton, apo si që ke përjashtuar moralisht. Si ka ligji 2008? Ligji është kufit e Shqipërisë tjetërsohen në 2008. E kejnë kushtetutë. Neve kemi kushtetutën në 97. Ato dim në përmendisht. Neni personel, një shteti siguron jetesë ekologjike, neni 5-6 informimi, neni 3 prona private. Nësa kufit e shtetit në 97 janë që nuk shiten kur. Nësa në 2008... Nuk ndryshojnë kur, të detit e tokës. Të detit e tokës. Në 2008 është tjetërsohen. Pra, qoftë që ti e ke një sazan, e ke ishu strategjik, a i e shet, e tjetërsohen. Kushta që s'duhet, e ka me kushtetutët e ka tjetërsuar. Pra, në 2008 ndodhi procesi tjetër, që hapësira bregdetare, territoriale, detare, si quhet termin e navigacionit, hapësira detare territoriale, që do të thotë, nga via bregore jonë, kufiri detar, deri në 7-8-10 kilometra, është sovraniteti yt. Nga Karaburuni deri në Butrin ti nuk e ke këtë. E ka hequr parlamentin 2008, po ku e hoqi? Hoqi në bazë kushtetutës. Si mund të ndodhë kjo më të rigurisht? Dhe pastaj ti hyren marrëveshje me palën greke. Që ndodhi... Ne s'kemi kufi detar, tani ajme një sa doni. S'kemi hapësirë territoriale tonë. Hajde vendoseni juve. Pra, kjo hapësirë edhe pikërisht nga Korfuzi, nësa kur vajte me palën në të njëshin me shtetin italian, ke vajte me hapësirë detare pa prekshme, tendën. Ajo që të shfilmi duel që doli ania nga kufiri. Pra, ti ke një hapësirë, pra, të popli, ndoshta e mësoj tani, po mlirë 1926, e Firenze, tash nuk kemi kohë që të zgjatim në detaj, po vetëm ti përmend po më vonë. Atëherë kur paqë ky popull që Butrini kemi 2 vjet bashkë edhe në shumë gjëra tjera, 632 hektar zonë Ramsar, do të thotë Ramsar qytet në Iran, që ligatinat e botës i fut kategoritë parë në shkallë të parë dhe nuk tjetërsohen. Igu ajo, 632 hektar. Ke një manastirë që ishte në Pigs. Ku ndodhet manastiri? Manastiri në Saran, pra. I cili ka ndërtime që ti nuk futesh dot me si te Papa, po marr Papën edhe 10 si Papa të tjerë në Shqipëri. Dakor? Nuk futesh dot me ti në manastiri se ka me traj. Vjen më lart. Ndërtime që me tra, fillon Imara, fillon Dermiu, në Dermi për shembull, që është Dermi Palas edhe Derkala, ti ke tra, dikur te Tero tash e ke pajar, e ke që nuk futesh dot. Sepse në fundi nuk është ndërtim për publikun që ti të vish edhe të vesh atje. Nuk ka ndërtim e tillë. Ka vetëm të ke blerë një shtëpi, është tender, janë 50 dhoma që janë atje. Kjo nuk është e huaj. Dhe aty nuk janë të huaj. Dakor. Po ti ka rëndësi. Ka rëndësi kjo, sepse ti kuptove që vetëm ke kuptuar që ti nuk futesh dot në territorin tënd publik. E kuptoj. Por është një gjë që territori publik i Begdetit,
Atë e vinë nga Veneci dhe po e lidhe me të tjerat. Nuk është i joti personal, është i shtetit, po. Është i shtetit. Që do të thotë që ka... Ti s'ke të drejt i vështran, do shta, Po, pra, ke një hapësirë ere, që jemi 3 inxhinierë, që është e detit, ke një dun, si bëhet për qytetarët, ke një dun... është kodre për kosme që bëhet nga... Që bëhet nga deti, është proces natyror, se mos jetë duna, deti vjen vlorë. Ke një pyll pishe, pishporo, semën, karavastat, gjitha janë me pyllë. Golemi, pyll, si që rasisht ato që janë të tuaj që kone mbretit. Që mbron qytetin, Lushe, Fjerin, Vlorën, Lezhën, mbron kjo dun, kjo rerë, kjo pyll. Ke dhe një lagun. Laguna është gjithmonë në nivelin e detit. Laguna e nartës, që tash është bërë e vogël, sepse është ndërprerje për të thënë që për ta marrë tokë, për ta zaptu, lagunën ta kthyesh në tokë. Mirë, ty të kap ligji që tjetërsohet toka, se është kufi. Kjo është kufi natyror, është kufi parandorak, pra rera, duna, pylli dhe laguna janë zona që i përkasin detit. Ti s'mund ndërtosh atu, kurën e kurës, sepse tregoi Durrësi që ti portin e parë të botës e bëre ndërtim vepër urban, dhe u zhyt 1 metër, sepse Durrësi është 70 metra me rerë dhe godinat që u kthyen nga port, u kthyen në vepra urbane janë zhytur 100 cm. Po edhe 1 cm, po të filloj procesi i zhytjes, është më i tmeshëm se tërmeti. Tërmeti e bërë më të fortë. Ato kjo nuk bën dot më të rëndi. Sa më të rënd? Bazamenti shkëmbor, sa metra është? Zhytet pra, zhytet 1 metër. Jo, bazamenti shkëmbor. Shkëmbor është 80 metra në Durrës. 70 metra në Karavastar. Unë njoh. Ja, ky ishte, më fal që edhe ky ishte i propozimi që bëm, që ngritja e një instituti kombëtar, nuk i lejon më parlamentarët, qoftë dhe kryeministri, nuk i lejon më të marrin vendime të cilët janë antiligjore. Shumë drejt. Pa antimorale dhe antikombëtare. Po janë as teknike. Eksakt. Tani, popi pa që Ivanka Trump në fundit nuk është departamenti amerikan i shtetit, zoti Balaj, zoti Pingli, nuk është dashqi. Nuk është preu Trumpin në njerë. Një dhëndër, edhe një gotë, që ka qefet e saj. Diti që bëjnë qefet e politikanëve tanë, si diti. Edhe aji. Thotë që unë e kam blerë një ishull, 1 miliard, do e investoj, thotë, 1 miliard. Kam blerë dhe zvënecin, e thonë ata. Dhe kur është pyetur kryeministri jonë, pa u marrë me konotacione negative, kryeministri, unë jo se kam gjë me ata, po me këshilltarët e ti kam gjë, që e këshillojnë ashtu. Edhe tha që toka e përket investitorëve. Nuk tha që toka është publike, kjo të rera, kjo zonë e mbrojtur, lere zonë e mbrojtur, këto flamingo, po leri këto flamingo, sepse kufizohet biseda. Po më fort se zonë e mbrojtur është zona e detit, rerë, dun, pyll, lagun. Kjo është më e fort, kjo është e paprekshme. Ai këtë ka prekur dhe ka shitur. Jo vetëm që ka prekur, po e ka shitur. Kur unë si gjeolog, si inxhinier 70 vjeç, ka pas sheva gardin, se pash këtë sken, që gardi ishte mund pikën e ujit. Ky gard ishte në pikën e ujit, që ai ishte zënë pa ndërtuar tjetër. Ti nuk do vesh kurrë atje, se investimi është gjoja 4 miliard, 10.000 banorë, punëtorë që do vinë nga Bangladeshi, sepse është ligji tjetër. Ligji 2024-s, që ty sa ka të njeri. Jo ty si fret, po ty si popull, që 2024-2030, shiko tash, 2024-2030, ligji që ata që vinë, është presidenti shkon në Bangladesh, edhe i thot Bangladeshit shtetë që adini sa më shumë se ne jo apim shtetësi sa më parë. Dhe ligji thot që njësitë administrative, komunat, bashkit, më të tash, gjitha këto të bëjnë të pamundur që ta pajisi sa më shpejt me pasaport shqiptare tuaj. Mi po në Vlorë dhe Durrës, ti ka në shumë popullsia raporti, në Vlorë dhe Durrës, punëtorët janë të tjerë, nuk janë shqiptarë, dakord? Edhe për 2030 dhe 6 vjet, ti do jesh deputetët shkojnë nga 120 në 100, në 100, duke qenë shtetat shqiptarë kanë drejt votimi ata, që do të thotë 70% e popullsisë në 2028-9-30, aq kosa do jetë kryeministri jonë pushtet, që do marri prapë ai, e sigurt, në 2020 sa i bie, 7-30, dhe do të thotë që parlamenti vendosë ligje për ta bërë Shqipërinë tokë të tjerëve. Sepse ka kufi të tërësuar, 70% e popullsisë janë të tjerë, sepse është me kujdes pra. Ndërkohë që një shqiptar i Preshevës, i Medvegjës, kemi quar libra ne si akademi kemi quar libra, i Tetovës, shqiptari i Tiranës ka ikur në Gjermani, nuk i jepet leja. Nuk i jepet shtetësim, ai ka ikur në Gjermani në 90-ën, Adrian Heta, nuk ka shtetësi shqiptari. Kriterësh duhet të ketë. Nuk do t'japim, nuk t'jep.
Më falë për tonë. Jo, ndoshta duhet jenë disa kritere. More të lutem shumë, nuk jep. Po këti Bangladesha si dhe... Është me ligj, morë ti, thot ligje. Po të kritere dhe për atë. Po të lutem shumë, morë ti, a bjafton të vi, i thaj, bjafton të adrini, se do të japim vizë. Edhe kjo është që përmeta që kemi ne edhe personalisht me urdhë. A ka mundësi të dërvit diçka se unë bisedova me zotin e Qerem Zenelaj, edhe trajtova shumë gjatë këtë punë, se disha të marrë vesh, se ai është një person që diplomat, që ashtu që ka studiuar për ligjin ndërkombëtar. Gjithë kjo që thot zoti Sezan është shumë e drejtë për një arsye shumë të thjeshtë që ma shpjegoj. Në qoftë se dikush merr qytetarinë shqiptare, ai ka të drejtë të blej tokën. Por po të qytetari tjetër. Por unë besoj që gjithë kjo që Bangladeshasit e kështu që vinë blejnë, është hapje rrugë për dikë tjetër që do vinë blejnë. Se Bangladeshi nuk ka qëllë blejnë këtu, s'ka lek me blejnë. Pa i pa hapë rrugën diku tjetër, dhe këtu është ilja. Po, falenderoj shumë. Eksakt kjo është. Eksakt është kjo. Pra ndaj në protesti, ke për herë të parë që dalin, s'kemi gjene me grupet. Ka në grupe që s'ka dalë kur në protest, një grupe ta zënë të një besimi të caktuar. Dalin, po janë edhe të një besimi tjetër. Njeri del, për mendimin tim, del që besimi ortodoks, ne jemi ortodoks, kam gruan ortodoks, zoti Pingli e tjerë, edhe del në protest, edhe mund dyshoj se dalin që Greqia do kufilin dhe i Zvënec. Se dhe i shkumin e ka këshuar. Që po na marrin tokat greke, po. Po, faleminderit. Ai besimi tjetër del sepse mund vinë në një popullsi tjetër që do na bëj si s'not andej me lufta me gjera. Po, të gjithë janë pranueshëm, sepse uror protesta janë gjithë flamush shqiptar. Janë parula, është gjë më e bukur. Janë me flamur shqiptar, të interesën me flamurin në krah. Tek tuk do i flamur amerikan, ka dhe flamur amerikan, por normale na kanë mbrojtur dy herë, në 19-20 dhe 1999. Nuk po ta mohojmë vllanë madh. Po unë jam i bindur sepse Lengui Gas terminali nuk ka firmë amerikane. Erdhi zonja ambasadore greke tek zoti Rama, erdhi. Me minifund, çan si e ka. Erdhi. Por ky terminali, por nuk ka gale më vëllai, që mos ma shumë. Atëherë, erdhi edhe vendosin këta terminalin e gazit lëngshëm në Vlorë, por ne fituam betejën në 2005. Ke qenë Italit. Ke fituar betejën atë. Që nuk lejohet ndërtime me bazë nafte fosile, se dhe gazi lëngshëm fosile. Në gjiun e mbyllur, sepse gjiu mbyllur i Vlorës. Që u bë ajo petrolifer. Po, petrolifer. U bë një vogël, po ishin 20 të tilla si po. Ndotjen e do 80 vjet ta nxjerrin nga Karaburun Sazani. Ndotjen horizontale dhe në 1000 anije, 3 anije bëjnë aksident. Dhe unë kam thënë në gjyq 5 herë. Anije që kanë bërë aksident. 5.000 anije kanë bërë. Se ka ndodhur atje. Por në tashimin petrolifer, kam quar unë në gjyqe, juruar. Kam vajtur nga Tirana në Vlorë. E i them vlonjave ore më ndihmoni sepse po harxoj lek. Se vetëm me lekët e mia. Desa një gjyqtar i fundit, tropojan, më kuptoi dhe tha, zovi shmëpa. Edhe fituam gjyq. Sepse ndotja do 80 vjet dali nga ky gjyq. Edhe ndot 3 ndotje në 1000 anije. Qëse vjen gazi lëngshëm. Ka ndodhur atje? Ka ndodhur 5 note, po kam dhënë një gjyq 5 herë zoti Balaj. Po nuk e di unë, që ka dalë nafta atje në breg, jo. Jo, atje ka, po atje edhe nafta në breg doli para 3-4 vjetësh. Edhe jo një herë, po disa herë, pra edhe një herë, pra. Gjiu Vlorës nuk ndërtohet, o do mbash dele o ujë, o zonë industriale o zonë turistike. Kemi thënë kaq herë bashkë. Kemi thënë kaq herë që zonë turistike s'mund ta përzihesh. Ti po e përzien, po bie gazele, prit tash. Nuk është më firëm nga dashi apo nga përfaqësuesi amerikan. Këtë më ka thënë deputeti i PD-s, që kërkoi mendim. Edhe më tha, urdhë, tha, e ke pa firmë. Është vetëm pala greke dhe pala shqiptare. Nuk ka firmë të dashit. Dashit, e kupton, departamenti amerikan i shtetit, qeveria dhe presidenti nuk kanë iku dhe kjo. Pra, populli mblodhi, pritashi, nuk e Zvënec, Pishporo, e njëjta gjë. Seman, e njëjta gjë. Karavastaja me panele diellore, 10 panele diellore. Energjia të fiton as i kokolegu, investim strategjik. Panele diellore, vazhdo, ky kompleksi turistik, ata që janë në dërmi, strategjik janë, nafta, 400 miliard. Sa e shoh 4, por nafta 400 miliard. 400 miliard euro. 20 vjet, 2005 sot. Ke fitu në jetë, ke naftën e shtrenjtë. 220 miliard euro është energjia. Ke fitu në jetë, jo, banja, vazhdo, Ashta, Bushati, Moglica, shkojnë gjitha Beograd. Ti ke energji më të shtrenjtë. Pra, po që për investor strategjik,
Ti ke provuar këta 20 vjet. Pse duhet besosh met? Që vjen një investitor strategjik e ti po më thua që do futesh në Turqi, po ti nuk ti qas njeriu ty të futesh. Në gardë pa ndërtime, ata të buan dhe trojë zvarë. Edhe mua vetëm që isha profesor si një bëni, po gati të më ripnin ishin ata. Po unë të zazmova nga ajo që dituria e gjeologjisë më fut ke që ajo tokë perandorake nuk zjetë kur. Romaku jo, Veneciani jo, komunizmi jo, sultani jo, 500 vjet, vazhdo, edhe zung ta, tranzicioni jo, edhe zung ta, edhe zung të dy, sepse edhe zoti urdhon. Më lejoni të do vi pasaj ke zgjidhje. Të japësh një gjë ekonomike pak. Duhet kemi gjë parasysh, në qoftë se do të vinë punonjës të tjerë, të cilët ata s'kan fajs, ata duan të vinë në Europë, ata duan të ikin nga mizeria e këto gjëra. Por ata nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm ulin presionin e rritjeve të rrogave në Shqipëri. Shumë e drejtë. Ne marrim ata dhe japim 400 euroshin, 500 euroshin. Ndërkohë, kur po mos i kishim ata, presioni do ishte i madh, sepse do rriteshin çmimet dhe të huaj dhe shqiptarët do fillonin të vinin këtu, se thotë edhe pse të punojnë në Zvicër. Nuk e di, a e keni lexuar sot që shteti zviceran ka marrë një vendim me referendum që mos lejoj më shumë se 10 milion vetë në Zvicër. Çfarë do të thënë kjo? Të huaj. Jo të huaj, jo. Nuk do asnjë njeri më shumë se 10 milion. Çfarë do të thënë kjo? Ajo nuk do zvogëloj njerëzit e vet. Ajo nuk legjë të tjerët. Se thot kam vënë me referendum, kam vënë një kufi thot mbi 10 milion vetë, thot ka që mbas. Nëse ti do më biesh mua njerëz këtu, më rritet të shumë unë me kushtetutë ta kundërshtoj. Domethënë shpesa bukur. Kurse ne jo vetëm gjithashtu, po ne e kemi çpronsu kushtetutën. Po. Dhe më e keqja nga gjithë, nuk njohim ligjin themeltar tonin. Po. Që na ka ndodhur këto gjëra. Domethënë është me të vërtetë është e mërshme kjo. Domethënë nga ana ekonomike dhe kjo është një problem. Dhe së fundi, që mos ta zgjat shumë, është ne nuk kemi domosdoshmërinë, se ne herë ne i ngren investimet e huaja. Investimet e huaja, në të vërtet, se na doli në fakt kryeministri, mirë keq ne e kemi kështu, nuk do të marrim në përgojë, po na doli me një çudi, do ta bëjmë si Dubai. Çfarë do të thonë do më bëjmë Dubai? Unë nuk e kuptoj se Dubai është gjë e mirë apo është gjë e keqe për punonjësit për njerëzit e vet. Nuk e di nëse e dini ju, por në Dubai unë kam taku me punonjës në Dubai, se kam pas punë, dhe punonjësit e Dubait, nga që banonin në qendër, panojnë 25 km nga qendra e Dubait. Në Dubai jetojnë vetëm të pasurit dhe ata që e kanë ndërtuar. Nuk vinë punën këto, se nuk ka punonjës si mesëm mundësi të jetojnë në Dubai. Domethënë, edhe në këtë pikpamje, unë nuk them që jemi kundra investimeve tuaja, por nuk kemi agjele kaq të madhe. Edhe vendasit ndoshta thoni ju, zoti Guri, mund të investojnë edhe vendasit. Vendasit patjetër, ore, ne kemi sistemin e çuditshëm që s'po e shpjegon, jo vetëm kryeministri, po asnjë nga këta, as zoti Seko as ashtu, nuk e shpjegojnë pse euro dhe dollari po vinë po bien. Duan ta ngatrojnë me çështjen kriminale. Unë nuk e shpjegoj dhe me fluksin e madh të turistëve nuk mund ta gjykoj. Edhe me paratë që vinë nga migrantët. Është vërtet, nëse me vërtet hyn 10 milion turistë këtu. 10-12 milion. 10 milion turistë i bjen të kemi sasinë më të madhe turistë për frym këtu në Shqipëri. Po, patjetër. Spanja pretendohet nga më të mëdha dhe ka 60 milion. Po 60 milion banor ka Spanja. Kurse ne jemi 2 milionë e gjysmë banor, kemi 10 milionë. Sigurisht mund të jenë shumica, mund të jenë pak shqiptarët që ju ne dalin, po prap turistët edhe. Në këtë kontekst, e kshallafin, ne e kemi gjetur rrugën për të investuar. Ne s'na lë njeri me investuar më. Se na bllokojnë Vërnesin, se na bllokojnë Dërmion, se thonë këtu do bëhet, do vinë të mëdhej, do vinë të vejlit. Tani, lejeni më njerëzit të investojnë falë. Jo, faleminderit që na ashtu. Nga Zvërneci deri në Seman janë 6 veta. 6 veta. Që do të thotë, kjo hapësirë drejtare Zvërnec, Seman, zihet nga 6 veta dhe zihet përjetësisht. Nuk të lehet futet shemi, sepse ka investimin e tij strategjik apo miliardier atë investime. Ka për vete, ka tin. Në Karavastaja do pësoj të njëjtin fat, ku janë sot panelet diellore për 10 vjet, do ta marrë këtë energji, do ta kthejnë në vepra urbane.
Tjetër gjë që do bëj natyra dhe Zoti, që në studimin që kemi bërë në 99 Institutin e Naftës me 15 kolosët e mëdhenj profesora dhe për fat e kam udhëhequr vetë. Unë nuk isha profesor në atë kohë, po s'isha bërë, isha doktor. Po e udhëheqte instituti. Edhe ne kemi thënë që zona Durrës, zona Seman, zona Karavastaj janë zona që lëngëzohen. Këta nuk i pyesin këto gjëra. Dhe Durrësi e vërtetoi që u lëngëzua. Që lëngëzim do të thotë që Herrera bashkë kokën e Herrerës lëshon ujin drejt detit edhe fundoset. Nuk bie ajo si tërmeti, po fundoset. Këta nuk pyesin për to gjë. Zoti Paçolli, kur i shtën që pikërisht ky shpjegim, edhe e shprehur në një vend që atë pelikante taulan të Binos, zënsministën atë kohë, i blenja 200 në 2000. Por që bëj atij se unë i shpjegova që zhytet toka atij ku do ndërtosh. Këta nuk pyesin, do ndërtojnë. Pra, ndërtojnë për oligark, jo oligark, kuptimi se jemi kundër oligarkëve, por për investitorë që tha zoti Pingu që ti nuk ke të drejtat e tua qytetare të shijosh funksionin që ta jep hapësira publike, det, rrer, pyll e tjera. Atëherë, ky popull, këta të rinj që e ndjen këtë lloj fryme që këtu po preket po rrshet tokë shqiptare, një. Këtu po rrshasin gjitha zonat e mbrojtura. Janë të prekura me vepra urbane, zonat e mbrojtura të Shqipërisë dhe janë të zvogëluara. Nga 70% që e çoi nga zoti Eti Ambruka, më shumë Gjuveli, më shumë Mediu, në kohën e zotit Blendi Klosi, dhe sidomos në 4 të fundit, i ke përgjysmë zonat e mbrojtura. Pasi i shkele, i ka heqë kufirin në mënyrë që ato që janë shkelur me vepra urbane dalin jashtë zonat e mbrojtura. Ke pasaj komunitete si Rjolli që janë pa fund komunitete të prekura nga ke politika të shëndetësisë që ai bën transgender, fëmijët me hormonale, 12 vjeç, 13 vjeç, ndërkohë ky është problem. Po që janë të vërteta ndryshime hormonale që ti fëmijët ngelen fertil, edhe të jenë hemafrodit. Të jenë hemafrodit, më shumica të kenë etj. Pra, kjo rini tani, që me të vërtet zoti Pingu parashtoi një program, ka nevojë në këtë lloj zjarri, se është lavë kjo energji, është vulkan, është lavë kjo. Po lava djegë çka ka rrotull vetës. Kështu që klasa politike, për mua që është klasë dështuar, kam thënë kaq herë, duhet të përgatitet mbas një kohe që kemi tash. Fillojnë zgjidhjet tani. Se kemi edhe moshë të madhe dhe moshë të pjekur, unë për veten time nuk marr guximi që vete aty, por nuk kam folur, boll kemi shpjeguar, le të klenë të rinë fjalën e tyre. Dhe mund të jemi pra për një qeverisie teknike ose apolitike, qeverisja, e cila përgatit vendin për 7-8 muaj, e përgatit vendin. Fillojmë. Majorancia pastër, që ti apo kushdo nga ne ka të drejtë nga tropoja në butrin, në sistemin e votimit, rregullon sistemin e votimit. Legitimiteti. Bën të lirë këtë sistemin e hapur e mbyllur, zhduke atë sistemin e mbyllur, sistemi i hapur. Që ti je i hapur, të dihen, unë e shoh deputetin nga 1 deri në 100, nga 140, e shoh unë deputetin. Pra nuk është se këta të parë janë të mbyllura, çka doj këta 12, kush jep lek për shumë. Vazhdojmë, komisione juridike. Komisione o juridike o financiare, do të thonë që komisione që janë pavarura nga forcat politike. Vazhdojmë, bëhet pjesëmarrje elektronike. Pjesëmarrje diasporës, jo diasporën ta kontrolloj posta shqiptare. Diaspora që vjen ka plot mënyra që vjen. Tjetër që forcat politike nuk bëjnë paraprita, si për shembull thonë zoti Rama pa ja voli 2%, po jo, janë 20 metoda që ai vjen. Po pse zoti Rama edhe tjetër po doj, çfarë? Diku legalizim, diku le për shtëpi, diku të punësuar, janë 20 teknika të tilla që këta nuk do të mund t'i përdorin dot mbasi qeverisje teknike, sepse do futen në zgjedhje të gjithë të barabartë. Presidenti nga populli propozoi zoti Pingu. Ka nevojë për këshillime me vjen. Po patjetër. Edhe zoti Albin Kurti nuk duhet lënë për jashtë për këshillime, sepse ka një eksperiencë shumë të mirë aty në Kosovë. Edhe po e ngren buxheti i shtetit, shive se ka shku buxheti i shtetit, 12 miliard ka shku buxheti i shtetit. Shumë dakord. 500 euro e ka vënë rrogën minimale. Hajde me ta kemi në Shqipëri këtë punë. Domethënë këshillime, unë nuk po them të ecim me ekstremizma që jo ta marrim Kurtin, po këshillime. Po bën. Këta njerëz që janë të vrullshëm, patriot, këshillohen edhe me njerëz të ndershëm siç është. Vazhdojmë ti përmbledhim. Kemi Senatin Parlamentin me 2 lloma. Parlamenti nga 140 në 100 për mendimin tim. Një popullsi që po rrullet, po do thuash që edhe sikur të ndodhi e kunda që të kthehen, të gjendet mekanizma politika inkurajuese për të kthyer.
për të kthyer shqiptarit. Sepse është një vend, zoti Bale e Mingjira, që në kohën e mbretit në studimin italian është një vend që mban deri në 30 milion banor. Nëse Zvisa thot 10 milion me atë territorin që ka, s'ka fusha. Pas ka dhënë kufi, interesante kjo. Mund vihet kufiri ke përqindja e tuajve në Shqipëri. Sepse si vetëm vend që është shtet edhe kom, edhe me 4 fetë ndryshme. Të tjerat janë bashkikome, le t'i bajnë ata bashkikomesh. Ne jemi një rast unikal në botë, që jemi shtet kom dhe s'kemi pse ta prishim këtë homogenitet. Edhe mund të vë një kusht 2-3%. Po në fundi aq që kanë ata. Italianët janë 80 milion dhe kanë 2 milion, 1 milion tuaj, 3 milion bie fjala. Gjermania është 90 milion, bashkë mund të jetë 2-3% mund të ketë tuaj, që do të thotë që e komandojnë atë frymën kombëtare, bërsin e kombit, pra edhe Shqipëria nuk ka konkurrencë që ai juaj të vit marrë një punë më të ulët etj. Si e bëjnë shqiptarët andaj? Shqiptarët janë shumë të integrueshëm, në fundi janë tokat e tyre. Dhe të suksesshëm. Edhe të suksesshëm. Janë deri para 2 vjetësh ishin 9800 patenta vetëm nga shqiptarët. Po këta duhet të kesh brum këtu. Ka dhe unë patentën time. Po pra, edhe ju keni një patentë, di pra. Djali im ka 2 patenta për shturp që ai takzoi një, do thuash, një qytetar të botës. Po mirë, ne kemi nevojë më shumë se kushdo për to patenta që kanë fëmijët tanë, që janë jashtë shtetit. Kështu që në këtë kuptim një qeveri teknike përgatit zgjedhje për forca politike të barabarta, këta duhet dalin dhe detiu moralisht nga skena politike, të dyja krahët, bile edhe shumë edhe për mos thënë 70-80% e tyre duhet t'ia lëshojnë vendin, një kombinimi, një moshe e papërzierën politik, që është një moshe vjetër, që ka energji shpirtërore, një moshë mesatare që janë inxhiniera, profesora, pedagog, që kanë një energji mendore, dhe energjia fizike që është e tërime. Vetëm të rinj, që bile ndonjëherë dhe thonë që nuk i duam këta mbi 25 vjet fjalë ose 30 vjeç. Kjo është e gabuar. Edhe ata janë lav, edhe mund të djegin si lav, po edhe duhet ka nevojë për një shpjegim. Ka nevojë për një shpjegim. Me këtë. Me leje 10 sekonda. Këtë gjë un kam përshtypjen që ne do e zorojmë edhe herë tjetër. Patjetër. Unë them që të shumë. Shko, në mbështetje të atyre që thatë ju kolegë të dashur, kisha dhe unë një mendim kështu. Mendoj që gjithë kjo energji që shpresojmë të ngelet ajo ana e pastër e tyre, ana i ingenua që thot italiani, ata që me intuit që tha zoti Pingulli, ndjejnë atë që duhet jenë prezent, që mund të kundërshtojnë, dhe një gjë që më ka bërë përshtypje në mënyrë pozitive të ata është që krenaria e identitetit të tyre. Do me thënë, ata janë krenar për identitetin e vetë. Kjo i kishë bërë përshtypje edhe një italiani që foli aty. Shikoj këtë grumbull njerëzit të mëdhenj, tha, që janë shumë krenar për identitetin e vetë. Shiko, kjo është tepër e rëndësishme. Do me thënë, se Izraeli që ka rritur ato maja që është bërë faktor botëror, ka identitetin shumë të fuqishëm, të vetë. Një, edhe këtu do thoja, me qëra fjala, që janë disa graska, zoti Guri, që tentojnë të bëjnë, të baltosin atë namin e madh. Dëgjova presidentin e Izraelit në një intervist me zonjën Duma, tash i para pak ditësh. Ai tha, jemi rritur në shkollë me atë idenë që Shqipëria ka qenë i vetmi vend që na ka mbrojtur dhe që kanë dalë më shumë hebrejë se sa gjatë luftës. Do thënë, e ky është një respekt i madh, një dashuri që ushqejnë për Shqipërinë. Por me këto provokime që vjet flamuri izraelit dhe ajta grisim dhe ajta ashtu, do të thënë, unë personalisht nuk jam, sepse ne baltosim atë namin e madh që kemi si njerëz të besës, si mikpritës, edhe po bëjmë këtë gjë tjetër tani. Ata janë provokuar me këtë gjë. Janë provokuar, janë flamuar, janë provokuar nga shteti. Protest me 40.000, me 80.000, 100.000 që arriti protesta, mund ndodhi një e tillë. Por mund të bëjë një dallim. Identiteti filant aty, as po dhe më ngoj. Dhe identiteti shqiptar ka ndryshim të madh zoti Balet. Ne nuk urejmë kurrë. Po pikërisht, pra, po këtë ne shqiptarët nuk urejmë kurrë. Nuk dhunojmë kurrë. Ndërsa po ta them atë që po e përmend fare, po se ai thotë një i tillë baras me 100.000 të tjerë. Sa ne në themi një ai, fëmijë jon. Ne nuk kemi djegur kur një flamur të fëmijëve tanë. Pikërisht, pra, këtë të mos të bëjmë me këto kurrë. Ndodh ajo, të djegim flamure, të djegim simbole, që do të nesër nuk ndodhi më.
Ndodhi, jo, nuk ndodhi. Po ndodhi tani, po, vazhdo nuk ndodhi. Të tregoj që është turn pozitive në shumicën e vet. Po, jo turn, është popull. Është popull, më fal. Turma është janë të pa orientuar. Edhe janë që besojnë një ideologji, atë populli pas. Dhe aty që tha aty qendra botërore fleti, i ngrihet tash, ne vërtetuam që jemi popull dele. Si sta zonja ambasadore. Vërtetuam që jemi me identitet të fortë. Vërtetuam që pas kemi të rinj, dhe të reja pa fund. Ja, pas kanë ikur shumë, pas kanë ngelur shumë. Shumë shkencëtar që na djalioti pari, e sa kam parë në televisioni Fevzos, shkencëtar në gjithë botën. Po pas ka shumë pra të rinj të reja, edhe tani pas kemi ka shumë të rinj të reja, edhe gjithë botën kanë reflektuar. Dhe që ta mbaroj zoti Guri këtë, unë mendoj, sugjeroj që siç në mbështetje të sugjerimeve që dha t'ju, që ata mund të krijojnë një përfaqësi të vetme, një përfaqësi të bëjnë një nukël që t'i përfaqësoj dhe mund të bëjnë një forcë politike. Një forcë politike e re. Do na bëhet shumë qefi të gjithë dhe thënë ata të kenë kujdes në ndikime negative që mund të kenë, për shembull në forca ndryshme politike, pa ata mund të krijojnë një forcë të pastër, pa pretendime për protagonizëm të njëri të tjetrit kështu. Por në kërkim të evidentimit të idealit të vet, ata të zgjedhin një grup njerëzish dhe të krijojnë ndoshta një forcë politike të re. Ndoshta një parti të re. Mendimi të marrin pjesë në zgjedhje. Kam biseduar me zonjën Elena, me shumë tjerë. Ata mund të formohet një forum, asambleje madhe, 150-200 veta, të cilë mund të zgjedhë një komitet drejtues dhe të ketë 7 kryetar. 7 kryetar pa drejt vendimarrje. Vetëm thjesht përcjellsa të asaj vendimarrje që është marrë nga këta 200 veta. 250. Po si ne pirin e lash zoti Guri. Qoftë që këta bëjnë një krye plejsi dhe do të arrin ta shkojnë plejsi, po ata janë të rinj. Nuk u interesova për këtë dhe për të paraqit parti duhet të kesh kryetarin. Po patjetër, fillimisht do shkesh kryetarin. Patjetër. Më tha dakor, nuk paraqitesh dot hapat po thot zoti Guri. Hapat, pastaj do vesh patjetër, kështu do të bëj. Fillimisht me 7 kryetar, me 21 komitet, ose 42 janë numër shumë magjik, me 250, jo 230, apo 250 edhe për zgjedhjen ta bëjnë të hapur. Zgjedhjen nuklin e vet drejtues edhe një kryetar. Edhe kryetar, pastaj kur vinë. Është gjë më e ndeshme që ata kanë atë pathosin e vetë, gjithatë mund të arrin deri te kjo. Por aman do bëhet që toka shqiptare nuk do shitet kur. Çfarë do lloj qeverisje të vini? Bile ka mendime nga Amerika, kam shumë shok që thonë që bëjnë një referendum që të shitet apo nuk shitet, po për referendum, çta janë mjeshtrat të referendumeve, të votimeve. Edhe kjo qeveria teknike do përgatisi ligjin për referendumet, i cili nuk ekziston me parametrat e dur. Ky ligj referendumit 6 muaj para, 6 muaj mbas, çdo zgjedhje nuk lejohet etj. Pra, ne jemi vend pa ligj referendumesh. Ose që nga 94 që ndodhi ajo që hundi zoti Berisha dhe që atëherë ne shkatruam ligjin e referendumeve. Kështu që edhe kjo qeveri teknike përgatit ligj etj. Por kjo është. Po, kam parë në ChatGPT na kurioziteti që gjithë këto rezorte në Turqi kanë bërë të huajt apo të turqit, vetë investitor turq, dhe më doli, jo, shumica ishin turq. Shumica ishin turq. Ka dhe gjerman shumë. Dhe në një lidhje me të huajt, po shumica kanë qenë investitor vendas. Po nuk është këto investimi këtu, zoti Bale. Jo, mirë, u interesova që kush ishin se më ka bërë përshtypje të madhe. Ne kemi ato lloj investimi. Dhe ti do ta dish që gjithë Polonia vjen ke Ndurës, ke Fafa apo ke 20 tjerë që ka aty rrotull. Pra nuk është keq ky resorti që kemi zgjidhur. Po, megjithatë kjo është tjetër gjë, tjetër brum, murdo. Akoma mund të bëj. Po, kështu një merak jemi që kam parë disa investitorë shqiptar që investojnë shumë jashtë shtetit, zoti Pingulli. Si e mendon këtë gjë? Po bëhemi pak xhelos, se mund të investojnë këtu para. Po investojnë miliona euro. Është ndaluar transferta investimeve, po këtu spytet. Po qa sugjeron? Ne kemi dalë tu që bëjmë sugjerime modeste qeverisë son aktuale. Si e mendon zoti Guri, zoti Pingulli këtë? Shko, se jemi edhe në një dakord. Unë mendoj kështu një që leku i bankës jo rastësisht shkon jashtë. Leku i minierave shkon jashtë.
leku i naftës shkojnë jashtë, investitorin dhe. Leku i komplekseve ndërtimore shkojnë jashtë. Dhe ti nuk ke ende sot një landfill të mbeteve moderne, të mbeteve urbane. Një lloj deporimi, sistem deporimi të trajtimit të urave zeze. Nuk ka asnjë investitor që të bëjë këto gjëra, sepse mbledhja e lekëve në këto gjëra është shumë e ngadaltë. Dhe këta duan vetëm beton vëllai. Mbasi betonizuan Tiranë, Shqipëri, tani këta lekun e popullit shqiptar, ti popullit varfër me që po kërkon dhe po gulmon të këtë pyetje, këta po e shojnë jashtë. Po ndërtojnë për Dubai, për Amerikë, sa duashti emra konkret që vjen dhe ndërtojnë andej. Edhe njerëzit e mëdhenj këta që mbasi bën diçka në Shqipëri, po e përcjellin andej këtë. Kështu që kjo është e dhimbshme. Edhe ti do ngelesh gjithmonë i varfër, si tha ai Mark Twaini, pse do ngelesh i varfër? Po sepse i lapsin taj ke 10 fëmijë dhe ndan 10 pjesë, edhe ke 10 mbetje. Edhe neve kështu po na ndodh. Ne po merremi me mbetje tash. Edhe gjithmonë do na ngeli mbetja neve. Ndonëherë pasërtia e lekut apo jo pas kuptimi që leku në formë të madhe shkon jashtë. Një pyetje zoti Guri, me që je i fushës së naftës. Gjithë jugu andej Gjirokastra këto vejnë blejnë naftë në Greqi. Gjithë Pogradeci këto vejnë në Maqedoni. Pjesa Verore vejnë blejnë naftë në Kosovë. Dhe asnjë nga këto vende nuk është prodhues nafte si Shqipëria. Po je specialist naftës. Po kemi për libër me zotin Ping. Kemi libër, të dy ne kemi bërë strategji, të dy ne kemi bërë strategji që i duhet gjoj qeverie. Një sugjerim në kuptimin ekonomik, kuptimin gjeologjik. Duhet uli aksizën e nafta. Sot ai Albin Kurti e ka bërë 50% aksizën. Edhe e ka dhënë çmimin naftës jo më shumë se sa 1.3, 1.4. 50% ka ullë aksizën. Ta shtoj një tjetër, që po ngulmon shumë gjëra. Ti pagon aksizën dy fishin e asaj në Kosovë, apo në Maqedoni, ti pagon lek për litër rrugë, dhe nga ana tjetër ti pagon taks për mbajtjen e rrugës kombit. Po ndërkohë ty të mbahet ke litri naftës taksa e mbajtjes rrugës. Pra e pagon dy herë. Qa mendje dhe? Evil mind quhet ai. Ai gjati quhet evil mind. Mendje ja kalon Zotit ai. Ndoshta dhe baras me djallin. Pra, njëherë pagon si litër nafte, si ta suedezi, futen litër ta pagesën e rrugës, pastrimin. Edhe ken litër tjetër. Edhe ti del nafta me 450 lek, shkon në det, pagohet deti, shkon në Ancona, pagohet punëtori italian, vjen prap me det, të prishi rafinerin, edhe ti sot ke ballavaqohesh me naftë më shtrenjtë rajon për shtim ti në Itali, Angli. Më të shtrenjtë rajon po, më shtrenjtë në Europë, ose baras me Europë. Shëllimshme. Që ti të vesh 1.4 euro në Kosovë, këtu e ke 2 herë. Duke qenë se 2.1 euro. Duke qenë se prodhojmë një sasi afërsisht. Ne prodhojmë aq sa kemi nevojë. 1 milion ton prodhojmë, 1 milion ton argjojmë në vit, ë? Po, në vit. Kemi prodhuar edhe 1.5 milion. Prodhon edhe që nuk tregohet. Ju fal bankës 120 milion taksa të vëshera, ju fal. Ajo që është Ministri Energjetikës dhe ajo Ministri Financës. Sigurisht që është ai gjati shumë koministri ose imi nuk është shkur ai, i fali 120 milion euro plus të tjera palura marrëdhënie me të tretë që nuk pagunin të vëshë. Pra këtu është merdi. Është gjuna ky popull. Kjo është ajo grinda që të veshos që është gardi ti, po ta harsh gardi me dhënë. Si sugjeron, do të zoti Pingulli, zoti kemi për libër, nuk kemi qeveri. Po ndoshta ndërtimi një rafinerie zoti Guri, si u. Patjetër rafineria do të bërë këto 30 prandaj të klasë dështuar pra, të dy palët. Njëri e bëri me taçi ojë, tjetri e bëri në mënyrë tjetër. Me arabe, me armen. Pra, kjo naftë do ishte sigur 0.1% ti merje fitimi që del nga nafta, taksa që del nga nafta, ti e kështë ndërtuar 10 rafineri, kur Kosova ndërton rafineri sot 200 milion euro, ndërton sot Kosova, që s'ka pik naftë. S'ka naftë. Po, nësa ne kemi 1 milion ton naftë, edhe përfymi, asim pik naftë. Po, rafineri? Ka, apo? Rafinerin, po ka rafineri, Maqedonia, ka rafineri. Po, Greqia ka edhe pak naftë, ka edhe rafinerin 10 fishin, me lej. 10, po? 10 fishin. E balqet? Jo, 10 fishin e kërkesave e nevojave, dhe edhe që prodhon, edhe 20 fishin që prodhon. Pse, merr naftën bruto nga ne? Po merr nga djerë më vllai naftë, çfarë rëndësie ka, po Suedia nuk ka një pikë naftë. Suedia përpunon naftën e merr rrugës në oqean, pa e çuar në Suedi ka përpunuar dhe e ka shqitur. Po që pra.
Kështu që ky është Po i fami Teci Vlorës, Teci Vlorës do të sigurojë 3 sekonda. Teci Vlorës është fosil kemi thënë. As punon. Teci është fosil kemi thënë 2005 ndori fosil dhe ngeli fosil Teci Vlorës. Tash po marrin tecë në suk. Kishte parashikuar që donin të fosil zoti Guri. Po jo, sepse banka botërore ja rasti këtyre 200 milion euro edhe ai ri fosil. Ndërkohë ti po bën tecë në suk. Shëtmeshme, të bësh tecë në suk, kur ke petrolifer, ke tecë i Siri. Tecë në Vlorë. Po patjetër, kështu që. Të nderuar miq, këto ishin disa sugjerime, disa mendime tona të sinqerta në lidhje me situatën aktuale në Shqipëri. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë çdo të mirë.